që jo vetëm pasqyron vizionin për zhvillim modern urban, por në të njëjtën kohë pasqyron edhe fuqinë dhe vendosmërinë e sipërmarrjes vendore. Kjo është edhe më e rëndësishme kur flasim për sipërmarrje të cilat janë trashëguar brez pas brezi dhe siç u tha me të drejtë tregojnë se puna dhe mundi gjithnjë realizojnë suksese. Intercity është më shumë se sa një qendër ekonomike, siç e pam edhe nga prezantimi, në fakt është një simbol besimi në potencialin e Republikës së Kosovës, në aftësinë e prodhuesve tanë, në aftësinë e investitorëve tanë për të ndërtuar, për të krijuar dhe për të kontribuar në ekonominë e vendit tonë, por gjithnjë me standardet më të larta bashkëkohore. Përkraja e prodhuesve dhe investitorëve vendor nuk është vetëm nevojë ekonomike e vendit tonë. Në fakt është vizioni më i drejtë për të ardhmen. Është rruga më e qëndrueshme për të ndërtuar ekonomi konkurruese, për të krijuar vende pune cilësore dhe për të rritur mirëqenjen për të gjithë qytetarët tanë e për ta bërë Kosovën një vend me cilin krenohemi të gjithë. E siç u tha me të drejtë, projekte të tilla i japin edhe imazh të ri e zhvillimor Prishtinës sonë. Intercity do të jetë vlerë shtuar e kryeqytetit dhe vendit tonë. Ky projekt është gjithashtu një dëshmi konkrete e vullnetit tonë si investitor vendor dhe ndërkombëtar, kontribut në zhvillim ekonomik dhe social të vendit. Jam krenar që këtë hap e hedhim në bashkëpunim me partner vendor dhe ndërkombëtar që mbështesin këtë vizion. Po ndërtojmë një koncept të ri brenda kryeqytetit, një simbol të aspiratave tona me besim, bashkëpunim dhe përkushtim. The value of the project is very high because it's completely different respect the other project present in the country, in the region. It's the first example of one community that sure will bring a lot of people. It's finished the moment that the normal go to shopping, the shopping experience, but it's the moment of a live experience. And Intercity will represent all this with all purpose asset that is included in this project. For this reason, example, the shopping center, the neighbor shopping center will have national international brand, but we have a lot of requests. We hope that we can give the possibility to many tenants, but it's also true that the space is limited. Është një projekt shumë inovativ, është një projekt që në këtë situatë që jemi sot ne, besoj që do ta përmirëson edhe dukjen e Prishtinës. Mendoj që është një ndër projektet më të mira që do të ketë Prishtina. Që nga fillimi i punimeve, domethënë që nga projektimi, faza e projektimit deri më sot, mendoj që janë afërsisht 2000 vende pune. Është një qytet brenda qytetit, ku i plotëson gjitha nevojat që ka një komunitet. Po mendoj që brenda vitit 2026 do ta finalizojmë.